Protesta e planifikuar për datën 22 dhjetor është cilësuar nga Sjali Berisha si një hap vendimtar për të kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, të cilin ai e konsideron përgjegjës për situatën politike dhe sociale në vend. Në një bashkëbisedim online me qytetarët, Berisha theksoi se tubimi i SHN-s është vetëm një sinjal i parë dhe se opozita ka të drejtën ndërmarrë çdo mas për të larguar Ramën nga pushteti, duke quajtur qeverisjen aktuale një diktaturë. Protesta tanën është fillim i madh i shtinës e cila ndalet vetëm me largimin e Edi Ramës. Ne dalim në protestë tanën për të shënuar fillimin e revoltës popullore për largimin e Edi Ramës. Berisha thotë se protesta do të jetë përgjigje e korrupsionit të ministrave dhe kryeministrit Edi Rama. Qytetarë shqiptarë mësuan se ministrja dhe zëvendës kryeministrja, që ndër të tjera kishte qenë nga babysitter në një punojse në Bashkinë e Tiranës, është pronare e 300 apartamenteve, e 2 jahteve dhe shumave prallore akoma të pa gjetura në kontot e saj. Tandemi apo dyshja Rama Balluku janë njët pandar dhe në qoftë se Balluku është pronare apo disponon 300 apartamente dhe 2 jahte, ju garantoj se në vlerë Edi Rama minimumi disponon vlerën e 1500-2000 apartamenteve. Kreu i Partisë Demokratike u shpreh se protesta do të jetë mundësi për qytetarët që të shprehin revoltën e tyre dhe të japin një ultimatum të qartë, dorëheqjen e Edi Ramës, i cili është kusht për rikthimin e paqes që Shqipëria meriton. Ai fton edhe partitë opozitare duke përmendur shembuj personal të aktivistëve si zoti Lapaj dhe u shpreh hapur ndaj pjesëmarrjes së partive të tjera opozitare. Nga protesta e të hënës, qytetarët shprehin revoltën e tyre dhe japin ultimatum Edi Ramës. Edi Rama duhet largohet. Dorëheqja e Edi Ramës është kushti i gjitha kushteve që Shqipëria të rigjej paqen që meriton. Berisha theksoi se opozita tashmë nuk po merr të drejtën që i takon në parlament për shkak të shumicës aktuale dhe se protesta e 22 dhjetorit është një mundësi për të riformuar balancën politike në vend. Ai paralajmëroi se tubimi i SHN-s nuk do të jetë i vetmi dhe se opozita do të vazhdojë me lëvizje të tjera derisa të arrihet qëllimi i largimit të Ramës. Kemi të drejtë të ndërmarrim çdo mas kundër tij për ta nxjerrë nga pushteti. Ai pushtet qëndron mbi farsën dhe jo votën. Cili do jetë? A do shkojmë në drejt saj? Absolutisht po. Ne jemi një diktaturë. Ne duhet realizojmë se jemi në një diktaturë. Kështu që ne dim si luftohen diktaturat dhe ne do i përvishëm i diktaturës. Edi Rama të ardhme nuk ka. Ne japim sinjalin e parë me datën 22 për të vazhduar gjerë në largimin e tij. Por si njerëz të gjitha ata që janë të betur në misionin e tyre për të larguar këtë diktaturë, duhet të përgatiten për protesta të qëndrueshme, të gjata, siç më tha mua Pol Kavaj, një qytetar doktor, protesta duhet i bëjmë me bataljen shpinde. Plotësisht dakord. Ne kemi ftuar të gjitha partitë. Ka një problem. Opozitë dhe pseudo-opozitë, apo opozitë e opozitës. Ju e pat ku përfundoi Shabani në gjirin e Tiranës. Pretendonte se është opozitë. Unë përshtes zotin Lapaj që proteston aty. Jep shembull personal. Jemi të hapur ndaj partisë tij, jemi të hapur ndaj partisë së zotit Shehu, por ambiguiteti i tyre dhe krahasimi që bëjnë midis Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste, midis Edi Ramës dhe Sali Berishës, dëshmon se janë në një pozicion opozitë e opozitës.